Keni hequr dorë nga buka, do befasojeni se çfarë ndodh me trupin tuaj. Kohët e fundit shumë njerëz po ndjekin regjime ushqimore që synojnë eliminimin e karbohidrateve për një kohë të caktuar. Me karbohidrate kemi fjalën për bukën, makaronat dhe pjete gazuara, sheqerin e të tjera, të cilat për shumë ekspert mund të jenë fajtor për shëndoshjen dhe mbipeshën. Përpara se të ndërmerrni një hap të tillë, se çfarë ndodh në organizmin tuaj nëse nuk hani bukë, dëgjoni me vëmendje këtë video. Do të keni më pak ujë në trup. Në momentin që vendosni të hiqni dorë nga buka dhe të kufizoni karbohidrate, do të vëreni se pesha juaj do të pësojë ndryshime të befta. Do të keni më pak neps, do të keni mungesë energjie, do të rrisni gjithashtu problemet me tretjen dhe mund të vuani gjithashtu nga luhatit e pakontrolluara të humorit tuaj. Ndaj, nuk duhet të hiqni plotësisht bukë nga dieta juaj, por mund ta konsumoni me moderim dhe atë që ju përshtatet më shumë.